Ju përshëndes, mirë se erdhët. Thuaj se një vit nga rritja e fundit pra e çmimit energjisë elektrike në Kosovë është kërkuar dhe është paralajmëruar që duke nisur nga 1 prilli, çmimi i energjisë elektrike atje do të njojë një rritje me gati 21%. Në fakt, komuniteti i biznesit ka reaguar lidhur me këtë kërkesë të Keskos për rritje të çmimit të energjisë elektrike, duke e cilësuar si një goditje të rëndë për ekonominë e Kosovës. Zoti Nagim Shahini, kryetari i Aleancës së Biznesit Kosovë, kam kënaqësinë që ta kem në këtë momente në një komunikim të drejtë për të marrë, le të themi, edhe qasjen dhe qëndrimin që kjo aleancë ka lidhur me këtë vendimarrje, le të themi, që ende nuk është konkretizuar, por është paralajmëruar. Zoti Shahini, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje për ju dhe për dëgjuesit shqiptar. Kënaqësi që jeni me ne. Zoti Shahini, ju e keni cilësuar situatën, pra ato çfarë është kërkuar nga Kesko lidhur me rritjen e çmimit të energjisë elektrike si një alarm kombëtar, duke kërkuar reagim të menjëhershëm institucional dhe ndërhyrje nga Kuvendi dhe Qeveria e Kosovës për të ndalur këtë rritje të çmimit të energjisë elektrike. Çfarë pasojash mund të sjellë ky vendim, pra nëse arrin që të zbatohet, merret dhe zbatohet, apo të hynë në fuqi prej 1 prillit? Çfarë pasojash do të sillte tek biznesi? Keci dhe Kesko kanë kërkuar nga zëreja që të pranohet një rritje çmimi për 21.3%, e cila është për ne kemi cilësuar si e papranueshme, jo në vetëm në aspekt biznesor ekonomik, por edhe në aspekt individual, familjar, dhe kemi thënë se kjo është një problem kombëtar, sepse po e varfron ekonominë dhe konsumatorin kosovar, duke e shtyrë në varfëri edhe ashtu. Kosova është e klasifikuar nga Banka Botërore një nga vendet më të varfëra të Evropës pas Ukrainës, dhe ne e kemi pasur deri tash disa mundësi që t'ju afrojmë investitorëve vendorë të huaj si përparësi, dhe në këtë rast, nëse neve na shtrajtohet energjia elektrike për 21.3%, Kosova është një nga vendet më të shtrejta në Evropë për energjinë elektrike dhe për konsum të energjisë elektrike. Kjo është e papërballueshme edhe për biznes, por edhe për shumë qytetarë. Ne e kemi vlerësuar që për këtë çështje duhet të alarmohet qeveria e Kosovës, edhe pse e kemi detyrë, por shpresojmë që shpejt do të bëhen, edhe Kuvendi i Kosovës, por zëreja dhe Kesko e kanë shfrytzuar edhe vitin e kaluar për 2 vendime për mos konstituim të Kuvendit, cila zëreja jep llogari Kuvendit dhe komisioneve parlamentare, që nuk kanë qenë funksionale dhe kanë rritë energjinë në 2 raste, në vitin e kaluar, kur kanë rritë 16.10% për konsumator, kurse e kanë rritë për biznesin e tregun e hapur deri në 200 deri në 300% më shtrejt. Prapta po tentojnë ta shfrytëzojnë këtë moment kur ende nuk funksionon Kuvendi i Kosovës, qeveria është në detyrë, nuk mund të merrë vendime të prera, dhe po dojnë që të shfrytëzojnë këtë vakum institucional në mënyrë që të arrijnë qëllimet e veta për të ngritur energjinë elektrike. Pra, ju po thoni dhe po hiqni paralele me atë që ka ndodhur vjet, që do thotë në momentin që u aplikua rritja e çmimit, u shfrytëzua situata politike. Dhe ndërkohë, duke qenë se në Kosovë jemi sërish në të njëjtat kushte, mund të shfrytëzohet sërish kjo situatë, pra tensioni politik, për një rritje të dytë, që kësaj radhe është në nivelin 21.3%. Pikërisht kjo është dhe këtë po tentojnë ta shfrytëzojnë, ne si Aleancë Kosovare e Biznesit, edhe të gjitha organizatat e tjera ekonomike si motra, dhe bizneset individuale, po ashtu edhe qytetarët, kanë ngritur shqetësim të madh, kanë ngritur shqetësimin me të drejtë, se ne nuk do mund të përballojmë kësaj ngritje për arsye se do të rritet kostoja e produkteve, kostoja e jetesës do të bëhet më e shtrejtë, dhe në këtë formë
jeta në Kosovë, sa i përket energjisë elektrike do të vështirësohet. Të kemi edhe këtë parasysh se vitin e kaluar, kostoja e investimeve në Shqipëri nga kosovarët dhe nga individet, bizneset të ndryshme, ka shku kota dhe 700 milion euro. Mirë që kanë ardhur në Shqipëri, por ne e dim që bizneset e Kosovës, por edhe individ, të cilët kanë kapital, për bartin kapitalin e vetë jashtë Kosovës, jashtë Shqipërisë dhe përshojnë dikun tjetër. Edhe kjo është për neve një shqetësim kombëtar, i cili qeveria e vendit në ditët e para kur do të themelohet, do duhet që të merret seriozisht me këto probleme dhe të zgjidhë këto probleme. Pra ju thoni që ai vendim i mëhershëm, i një viti më parë, ka sjell një transferim, le të themi, të bizneseve, pra të kapitalit, le të themi, në vendet të tjera. Konkretisht bëhet fjalë për Shqipërinë, pra kanë zhvendosur aktivitetin e tyre në Shqipëri, megjithatë për klimën e të bërit biznes, pra për klimën e të bërit biznes në Kosovë, dhe kjo politikë, kjo vendimarrje nuk do të ishte e duhura. Në atë që ju thatë që do të rriten kostot, do të reflektohet edhe tek rritja e çmimit të produkteve, edhe le të themi si një pasojë indirekte, pra fakti që rriten kostot, rriten çmimet e produkteve, edhe një gjë e tillë penalizon produktin vendas, duke qenë se në raport me produktet e importi do të ketë një kosto më të lartë, edhe rrjedhimisht konsumatori do të jetë i orientuar për të drejtuar, le të themi, drejt një produkti me një vlerë më të ulët. Pikërisht ne këtë bëjmë për shkak të mbrojtjes së prodhuesit vendor, për shkak të rritjes së mundësisë se investitorët të huaj për të ardhur në Kosovë, dhe pse në vitin e kaluar kanë shënuar rënje edhe investimet e huaja, edhe eksporti i Kosovës, ka shënuar rritjen 7 miliardë euro, ka shkuar importet e vitit të kaluar, e këtë vetë po ashtu tendenca është për të rritur, po ashtu edhe bizneset nuk përshohin tash Kosovën si një mundësi për të vazhduar punën dhe aktivitetet e veta, por po i shohin disa vende alternative në Ballkanin Perëndimor, por edhe vetë në Evropën. Ne vitin e kaluar jemi duke i grumbulluar të dhënat, por neve na ka niku kapitali jonë bashkë me bizneset tona, edhe në Maqedoni, edhe në Greqi, edhe në Malzi, dhe në vend të Bashkimit Evropian, në mungesë të mbështetjes institucionale, po edhe me arsye se politikat zhvillimore, ato infrastrukturore dhe fiskale në Kosovë janë bërë të shtrejta dhe biznesi nuk po mund të përballoj nga konkurenca këto kosto kaq të larta. Pra, nuk është vetëm një faktor i vetëm, që do thotë rritja e çmimit të energjisë elektrike, por janë një mori faktorësh që e kanë çuar, le të themi, situatën në këtë pikë. Pra, e kanë çuar sipërmarrjen në këtë pikë, ku detyrohet që ta zhvendosë aktivitetin jashtë kufive të Kosovës. Këto tensionet politike, zote Shahini, pra fakti polarizimi, le të themi, politik që ka dominuar në Kosovë, veçanërisht për gjatë vitit 2025, e kanë vështërsuar apo e kanë përkeqësuar edhe më shumë klimën e të bërit biznes, edhe në rastin kur flisni për situatën, pra e shkaktuar konkretisht, dhe qëndrimin që keni mbajtur lidhur me kërkesën e bërë për rritje të mëtejshme të çmimit të energjisë. Ka pasur reagim deri më tani nga ana institucioneve e qeverisë, edhe pse nuk është, le të themi, kolauduar, por megjithatë ka pasur reagime në këtë drejtim për të kuptuar edhe çfarë qëndrimi do të mbajnë? Reagimet shtetërore të po mungojnë dhe nuk ka reagim. Kjo është një shqetësim për neve, për të gjithë, që zëreja mund të jetë pajtueshmëri të heshtur me institucionet e shtetit Kosovës për të bërë një veprim të tillë, por ne jemi të shqetësuar për faktin që Kosova është duke u bërë për çdo ditë një vend jo atraktiv për biznes. Klima e biznes po rëndohet, përpos me gjitha ato që i përmenda më herët, edhe po rëndohet politikisht, se tash e një vit ne kena institucionet pothuajse në detyrë
pa funksion të kuvendit, komisione parlamentare, të cilat janë regulator dhe kontrollor të disa agjencione të pavarura, të cilat japin llogaridhënie dhe ato nuk janë funksionale. Prandaj, edhe mungesë të institucionet Kosovës ne kemi humbur edhe nga plani i rritjes. Dua të kujtojmë se vitin e kaluar Shqipëria dhe Serbia kanë marrë nga plani i rritjes më shumë se 160 milion secila veç e veç, kurse Kosova nuk ka marrë asgjë. Kemi thënë sanksione ekonomike dhe këto sanksione ekonomike e kanë goditur vendin tonë, ekonominë tonë, dhe ne nuk po mund ta përcjellim ritmin e konkurrencës, qoftë kësaj ballkanike, qoftë asaj evropiane. Përkundrazi, mos funksionimi institucional krijon pasiguri juridike për investime dhe investitorët, dhe kjo është një breng tjetër hall e brengave të njëpastishme. Pra, deri diku situata politike ka diktuar realitetin e sotëm në cilën gjendet sipërmarrja, por duke mbetur te këto vështirësitë me të cilat po haset biznesi në Kosovë, cilët sektor janë impaktuar më së shumti? Nuk ka të sektor që spreket nga rritja e çmimit. Janë sektori prodhues i cili edhe nga mulja e faktorëve të tjerë që ne vum në dukje, edhe ju vut në dukje. Nuk ka sektor që nuk preket këtu, të gjithë preken. Të gjithë. Dhe neve na shqetëson ky fakt që nuk ka përjashtim. Dhe kjo është edhe goditje më e rëndë, se sikur të kishim një sektor i cili do të preket më shumë, do të mund të zhvillohen të tjerët. Por ne kemi mënyrë të përgjithshme të rritje dhe këto brenga. Dhe bizneset e Kosovës janë duke partë aktivitetin e vetë, sidomos vitin e kaluar, kur detyrimisht janë futur në tregun e lirë, e që ai treg i lirë konsiderohet që është tregu më i shtrejti në Ballkan, kanë mbyll disa biznese kosovare prodhimin e vetë, disa kanë bartë kapitalin e vetë dikun tjetër, disa kanë reduktuar numrin e punësuarve, por gjithë kjo ka shënuar rënje në konsim, në prodhim, në eksport dhe rënjen e investimit të huaja. Pasoja në disa drejtime, në disa rafshe. Megjithatë, tham se nuk ka të përveçshëm këtu ka të përgjithshme gjithçka. Prandaj kjo është shqetësim më i madh. E qartë. Megjithatë, zoti Shahini, pa dashur që të shkojmë tek le të themi skenari më i keq i mundshëm, por nëse ndodh që biznesi përballet, pra konkretizohet ajo çfarë është paralajmëruar, që do thotë prej prillit çmimi i energjisë elektrike rritet me 21.3%. Edhe shtuar edhe këto faktorët që vështirësojnë aktivitetin e sipërmarrjes në Kosovë, çfarë mund të ndodhë? Pra, në çfarë situate mund të shkoj biznesi nëse vijohet me këtë politikë? Së pari, nuk dua të besoj që deri në prill ne nuk do të kemi institucionet tona fuqi plote, duke përfshirë këtu kuvendin, komisionet parlamentare, po ashtu edhe qeverinë. Dhe së dyti, nuk e besoj që mund t'ja lejojnë një gjë të tillë këto institucione përgjithëse zëres për t'i dhënë leje për ngritjet e çmimit, sepse koordinimi me zëres dhe institucione shtetërore e gjithmonë është, pavarësisht se e kanë emrin që janë të pavarur, por këto janë përgjegjës para institucioneve të shtetit të Kosovës. Dhe së treti, nëse kjo ndodh, atëherë definitivisht Kosova e humb hapin që Kosova është një vend atraktiv për investime, për investitor, dhe shtetarët e bizneset e ndryshme do të orientohen atje ku është më lirë, atje ku është më afër për të zhvilluar aktivitetin e vet, por është çudi e madhe se në të kaluarën nga Kosova kanë ikur njerëz të papunë, njerëz që kanë pasur gjendje ekonomike të rëndë, tash neve po na ikën edhe bizneset, edhe kapitali financiar,
lërëm në atë kapitalin njerëzor, i cili është ndoshta më i shtrejti. Dhe për këtë, qeveria nuk ka strategji, shpresoj të ta bën një strategji për të të kaluar këto vështirësitë e njëpasnjëshme të cilën po e përcjellin ekonominë e vendit, po e përcjellin bizneset dhe të gjithë konsumatorët e shtetit Kosovës. Edhe pikërisht, pra është e domosdoshme ndërmarrja apo le të themi një qasje më dashamirëse ndaj sipërmarrjes në mënyrë që të paktën të mos ketë përkeqësim të situatës në cilën ata ndodhen. Pra edhe fakti që nëse tani ka një largim dhe zhvendosje të aktivitetit, një gjë e tillë të mos intensifikohet në muajt dhe në vitet në vijim. Megjithatë, dua të ndalem pak te raporti dhe bashkëpunimi ekonomik mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ju thatë që ka një zhvendosje të biznesit në Kosovë, sigurisht kur flasim për Kosovën dhe Shqipërinë, gjithmonë na pëlqen të konsiderohemi një, por megjithatë ju si e vlerësoni këtë bashkëpunim mes dy vendeve? Bashkëpunimi mes dy vendeve tona është më i mirë ndër biznesin dhe qytetarët se sa ndër institucionet. Edhe pse mbi 200 marrëveshje janë të nënshkruara mes qeverisë Kosovës dhe të Shqipërisë, ende nuk implementohen të gjitha, por prapse pak, qeveritë nuk kanë mujtë të jenë pengesa të iniciativave të kosovarëve për të ardhur në Shqipëri, për të investuar, për të jetuar, për të blerë prona, po ashtu edhe të Shqipërisë në Kosovë. Dhe kjo është se populli po lëviz më shpejt se sa institucionet. Prandaj unifikimi i trevit edhe gjithmonë kështu ka qenë që qytetarët, biznesi ka qenë gjithmonë një hap përpara edhe në raport me institucionet dhe politikën. Pikërisht nëse flasëm për politikën, ne e shohim se institucionet e Kosovës dhe të Shqipërisë kemi njëherë në vetë një mbledhje të përbashkët të qeverive tona, por nuk shohim që kryeministri i Kosovës vjen në Shqipëri për të pirë kafe me kryeministrin e Shqipërisë, por nuk shohim as kryeministri i Shqipërisë nuk vjen për të drekuar pa ndonjë agjendë politike, por për të diskutuar me homologët e vet në Kosovë në mënyrë që ata vërtet të gjejnë rrugë më të mira për bashkëpunim. Prandaj ne e shohim ngërçim politik mes dy vendeve tona, kurse avancimin ekonomik dhe biznesor dhe qytetar mbes kombit. E kushtozon kjo pra faktin që marrëdhëniet apo le të themi qëndrimet që kanë mbajtur institucionet nuk kanë rakorduar le të themi me dëshirën, vullnetin që kanë pasur pra qytetarët të Kosovës dhe qytetarët të Shqipërisë për të qenë më afër? Qytetarët e të dy anëve nuk pyesin institucionet dhe qeveritë e kanë gjetur vetë rrugën. E kanë gjetë vetë formulën, rruga e kombit tashmë është ndoshta arsyeja edhe investimi më i qelluar për të lidhur kombin, dhe kombi është për çdo ditë në lëvizjen në dy anët, ka qarkullim të maldrave, po ashtu të kapitalit, po ashtu të njerëzve, të turistëve, familjarëve, dhe kjo neve na bën më të afërt me njëri tjetrin, më të bashkuar me njëri tjetrin dhe pse jo edhe lehtësirat kufitare tashmë janë më të lehta në krahasim me shumë vitet të mëhershme, por gjithsesi duhet mendohet që lëvizja e lirë në Morin duhet të hiqet rampa dhe të kalojnë qytetarët e dy anët pa ndonjë kontroll si kalojnë austriakët kur shkojnë në Gjermani ose gjermanët kur shkojnë në Austri, sepse janë një popull, dhe tashmë ne jemi një popull dhe këto kontrolla administrative ose nuk duhet të ndodhin për shkak se tashmë digitalizimi
është avancuar atë shumë, bashkëpunimi policor me dy shteteve tona është në nivel të duhur. Ne kemi parë gjatë sezonit verore ku policia e Kosovës patrollon edhe në për vende të ndryshme të Shqipërisë dhe kjo është gjë e mirë. Ndërkohë, e fundit, zotë Shajni, duke mbetur gjithmonë tek kjo fryma e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe kur vjen përmes sipërmarrjes, ku është të përqendruar kryesisht? Pra, për të kuptuar edhe sektorët me potencial në të dyja vendet. Kosovarët më shumë investojnë në Shqipëri në turizëm, në blerje të pronave, hoteleve të ndryshme, po ashtu edhe të bizneset të ndryshme, qoftë prodhuese dhe shërbyese. Po ashtu në Kosovë kena shumë kompani nga Shqipëria, të cilat janë investitor, qoftë në ndërtim, qoftë në prodhim, qoftë në shërbime të tjera, në tregti, dhe ne kena disa kompani lidere nga Shqipëria që veprojnë në Kosovë dhe vërtet kompanitë e Shqipërisë në Kosovë janë më mirë të trajtuara se në vetë Shqipërinë, për arsye se edhe administrata shtetërore, por edhe vetë populli është më afër, duke konsideruar gjithmonë që ata janë nga Shqipëria dhe ne kemi obligim të mbajmë ata ose të japim vlerë si njerëz që na kanë ndihmuar në kohën e luftës dhe tash ne duhet t'ju ndihmojmë në konsumin e prodhimeve të Shqipërisë. E qartë, mirë. Zoti Shajni, unë ju falenderoj. Kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit për ju, kënaqësi për mua. Faleminderit. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi në pjesën tjetër për të folur për turizmin. Vizionin 2026 nisur edhe nga ajo çfarë u shpalos prej ministrit Blendi Gonxha. Pikat kryesore le të themi se ku do të mbështetet oferta jon turistike për gjatë këtij viti. Pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.